për të shpreh një lloj vullneti të tij, pse jo dhe të rreshëm në Bruxelles gjatë mbajtjes së atij takimi të paralajmëruar. Pasi që nëse do i shtoj pyetja presidentit Vučić se kur thotë se gjitha shtetet e Ballkanit e antarësohen në blok për një herë, a do të nënkuptonte që edhe Kosova të ishte në këtë grupë në 400 ose 600 ose 500 e shteteve të rajonit. Unë jam i sigurt se ai do thoshte jo, nuk e parashok Kosovën këtu, pasi sipas diskursit të tyre Kosova është pjesë e Serbisë. Pra është një deklaratë thjesht më shumë për protagonizëm politik të Vučićit, qoftë për opinionin e brendshëm në Serbi, po qoftë edhe për atë bashkimit evropian, sepse nuk mund të ketë kur për antarësimi në blok të shteteve të Ballkanit, kur dihet se secila ka detyrimet dhe obligimet e veta, detyrime këto që i kërkon vetë Brukseli. Dhe në çdo deklaratë që vjen nga zyrtarët e Brukselit, ne jemi dëshmitar se është thënë se rruga e Kosovës dhe Serbisë, pra të këto dy shteteve në veçanti kalon përmes dialogut, përmes normalizimit të marrëdhënieve të tyre mes si dy shteteve fëmijë. Prandaj kjo deklaratë nuk bën përshtypje më shumë se sa një protagonizëm politik i zotit Vučić. E qartë. Zotja Zeri, Vučić nga ana tjetër thekson se kjo do të ndihmonte serbët, bosnjakët, shqiptarët dhe kroatët. Si mund të ndikojë gjithë kjo deklaratë? E marrim të mirëshëm pra këtë deklaratë të presidentit serb Aleksandar Vučić, si do të ndikonte në të gjithë marrëdhëniet ndëretnike në rajon? Ku mund të them nëse marrim mirëqenë, siç e thatë edhe ju, atëherë ne mund të kemi një paqetim të rajonit të Ballkanit, ku si shtete anëtare do të mund të kishim ato zërat radikal, zërat të ekstremit nacionalist që të ishin më të pafuqishëm, do të kishte një zhvillim ekonomik, një zhvillim politik, kultural, në drejtim të shteteve të Ballkanit. Megjithatë, ka rrezik që Bashkimi Evropian të fillojë të ballkanizohet. Nëse shtetet e Ballkanit do të futeshin kështu në blok pa përmbushur obligimet e tyre, pa përmbushur detyrat që janë përcaktuar nga Bashkimi Evropian, pra nga Brukseli si kryeqytet i bllokut. Pra unë nuk jam shumë optimist të këtij antarësimi, duke i para antagonizma që qëndrojnë mes shteteve të Ballkanit, mes popujve që përpojnë këtë rajon, sidomos nga e kalura jo fort e largët, që fshihet kudo, qoftë në Serbi, qoftë në Maqedoni, qoftë në Bosnjë-Hercegovinë, pra këto vende ku ka pasur luftë, akoma duhet një kohë për të shëruar dhe si rezultati i vazhdimit të këtyre antagonizmave, të këtyre nacionalizmave që jo rrallëherë ndeshën, ne kishim rastin e Bosnjë-Hercegovinës, kur ky shtet rrezikonte seriozisht zhbërjen e tij. Prandaj nuk pres që ky model i antarësimit, siç deklaron Vučić në blok të shteteve të Ballkanit në Bashkimin Evropian, do të mund të ishte i realizueshëm. E qartë, Zotja Zeri, nga ana tjetër, pse është bërë kjo deklaratë pikërisht në këto momente dhe cili është qëllimi, cili është mesazhi që presidenti serb Aleksandar Vučić po përpiqet të dërgojë Bashkimit Evropian dhe komunitetin ndërkombëtar ndërkaq me gjithë të qëndrim të fortë ndaj tij për pranimin e përbashkët të rajonit? Është për mendimin tim Vučić po kërkon një pozicion më të favorshëm të TISIP edhe Serbisë brenda
Brukselit me në gjithë proceseve të eurointegrimeve që kanë të bëjnë me Ballkanin. Ne kemi parë kohët e fundit që sot Tirana ka marrë vëmendjen e Bashkimit Evropian, qoftë përmes organizimeve të ndryshme të samiteve dhe takimeve të liderëve të BE-s me liderët e Ballkanit. Dhe kujtoj se Vučić këtë deklaratë e ka bërë duke synuar që të marrë një rol më aktiv, një rol më serioz, një pozicion që Bashkimi Evropian apo Brukseli të jepte një rol më të rëndësishëm Serbisë. Nuk shoh se me këtë deklaratë Vučić ka ndryshuar mendjen e tij, ka ndryshuar politikën e tij dhe është bërë më i afërt apo më optimist për integrimet të rajonit dhe duhet Serbisë në Bashkimin Evropian. Ne shohim edhe me anketat që janë bërë atje, nuk shohim shumë optimizëm tek serbët apo dëshirë të madhe që Serbia të bëhet anëtare e Bashkimit Evropian. Nëse pyetën serbët në Beograd, po e marrë përgjithsisht si kryeqytet, atëherë ata më shumë preferojnë lidhjet me Rusin sesa antarësimin e vendit në Bashkimin Evropian, ndërsa për antarësim të Serbisë në NATO asgjë bëhet fjalë. Pra, në parforme, Vučić po kërkon një rol të ri të tij personalisht, po dhe të Serbisë në kuadër të këtyre zhvillimeve rajonale në raport me Brukselin. E qartë, mirë Zëaziri, për të mbyllur pyetja e fundit, si mund të ndikojë qasja e Bashkimit Evropian ndaj gjithë Ballkanit perëndimor në pozicionin gjeopolitik të Serbisë, por sigurisht lidhur këtu edhe me rolin e saj që ka me Rusinë dhe Kinën? Sa shumë parë, derisa ne kemi vetëm deklarime nga Brukseli, pa veprime. Kujtoj, dhe gjithë që nga shpërthimi i luftës në Ukrainë, kur Bashkimi Evropian ka kërkuar që të gjitha vendet që aspirojnë për antarësim në Bashkimin Evropian duhet të kenë sanksione për Rusinë. Është Serbia jo që nuk ka sanksione dhëna për Rusinë dhe në këtë aspekt Bashkimi Evropian asnjëherë nuk i ka ndalur qoftë ndihmat financiare që përmes kredive të buta apo edhe granteve të ndryshme. Pra nuk kemi masa që deri më tani ka ndërmarrë Bashkimi Evropian drejt shteteve të Ballkanit, qofshin ato masa ndaj politikave të ndryshme karshi Rusisë, siç është Serbia që nuk ka sanksione ndaj Rusisë, qoftë edhe për regjimet, siç është ai i Serbisë që minon demokracitë të brendshme, nuk kemi pa masa ndëshkuese. Dhe derisa nuk ka masa ndëshkuese, atëherë nuk mund të themi se rajoni do të jetë kompakt, qoftë në raport me Rusinë, mbi bazat e deklarimeve të Brukselit dhe politikave që udhëhiqen në Bruksel, atëherë nuk shoh se do të mund të luajnë, do të kenë shumë ndikim, sidomos tek Serbia, e cila do të vazhdon të tentoj që të luajë atë lojën e dy portave, edhe me Rusinë, edhe me Bashkimin Evropian. E qartë, mirë, Zëaziri, kemi arritur në fund, ju falenderoj për gjitha informacionet. Faleminderit ju. Faleminderit shumë. Mirë, të nderuar teleshikues, kemi arritur tashmë në fund, bashkë do të shihemi sërish në aktualitetin e radhës.